Me trajnerin e Vllaznisë Edi Martini me njëherë pas miqësoris e Decis Vllaznia ta kemi luajtur në Tuz të Malit Zi. Profesor, miqësoria e dytë pas asaj të luajtur në Loro Borici ndaj Vllaznisë Elite Milanos. Përposhtë rezultatit 1-0 për vendasit që u kontestua nga ana juaj. I kënaqur për skuadrën? Super kënaqur, sot ka ndjem kanë bërë një super ndeshje sot. Dhe me thonë nuk e kam prit, me thonë drejtë që t'jenë në këtë nivel, pavarësisht se disa lojtarë s'kanë gjendjen e tyre optimale, ju e po që formacioni ishte midis parës së dytës kishte ndryshim, nuk kishin fut njëjtit lojtarë, por lojtarët e përgjigjen shumë mirë, sidomos ndryshimit skemës, luajnë në presing, e dominuam lojën, po them, nga fillimi deri në fund, rezultati s'ka rëndësi. Profesor, bëjmë me kënaqur në pjesën e parë apo në pjesën e dytë? Të dyja pjesë kanë të mirat e veta. Pjesa e parë ka kanë ashtu siç unë kam kërkuar në mënyrë më perfekte të mundshme. Pjesa e dytë ishte po e mirë pavarësisht se shumë terren vetë kundërshtarit për me dalë mi godit në kundërshton. Jam i kënaqur, thash me përjashtim disa lojtarëve që duhet të rrisin formën sportive, me pothuajse 90% grupit jam i kënaqur maksimalisht. Krahas të tjerave ranë sy sot se nga minuta e parë aktivizuat Krymin, Hakajn, Krujen, por dhe Kevin Dodajn dhe Delajn. Mendoni që të keni prioritet të formacionit? Jo, këtu nuk i ka formacionin sigurt kërkush gaci, ne po kërkojmë që kur të vinë data ndeshjes në formacion të prosin edhe që kanë gjendjen më të mirë, që japin më të mirë gjatë kësaj periudhe. Për mu nuk ka emën të veçantë X o Y, për mu ka rëndësi shumë grupi, ekipi, mënyra se si losim, kush tjetër më në formë ka me lujtë. Normalisht që çdo njeri prej tyre ka me ndimu gjatë kampionatit, sepse kampionati është i gjatë, por mendojmë te Kupa e Evropës dhe shpresojmë që të kalojmë këtu. Profesor, i kënaqur me shortin e hedhur sot? Jam i kënaqur me thënë drejtën, mund kishte rallë më mirë, por sepse ata janë në javën e 17 kampionatit, gjendjen e kanë më të mirë se tonën, ritmin e ndeshjes e kanë më të mirë. Po gjithsesi, cili do prej skuadrave që do më kishte rrallë, do kisha kërkuar kualifikimin edhe me ngulm. Te kthehemi tek ndeshja, pam që në pjesën e dytë Vllaznia pretendoi për 2 penallti, një prekje topit me dorën në zonë, por edhe një pengim i Arisarës. Jo vetëm, edhe disa falla pa qenë ose fallat tona që si nep të arbitri. Megjithatë thash, nuk ka rëndësi, nuk duhet i vënë arbitrit shtëpinë, ndeshja miqësore ishte pak rëndësi, kishte për ne rezultati. Duhet korrigjojmë disa gjëra, duhet rrisim thash disa lojtarë duhet rrisin se s'ban ritmin e ndeshjes, për tjerët jam i kënaqur. Profesor, Tafiti ka dhënë shkëndija pozitive këto dy ndeshje. I kënaqur me performancën. Unë kam 25 bashkë me portierat 28 lojtarë aktualisht. Gjithsecili duhet japin maksimumin për me hyrë në zonë një vend, qoftë formacion, qoftë edhe të jenë primar për me hyrë lojë. Tafili, Kubazi, gjithë me rrase, edhe këto bile që i përmenda, nuk duhet i përmendësha, janë për mu të barabartë, janë shumë të mirë, dhe janë pjesë e ekipit, por gjithë se cili prej ty ne ka me pas mundësinë e vetë, gjithë se cili ka me luftu për një vend, gjithë se cili ka me luftu për kënë pjesë e skuadrës. Profesor, është Vllaznia e vonuar një merkato duke qenë se Kupat e Evropës po afrojnë dhe ndoshta edhe afrimet që të bëhen këtë ne kemi pas, do të thonë Vllaznia ka pas probleme në qendrën e mbrojtjes gjatë fazës, gjatë kampionatit që ka kalu, mendoj që deri një pikë kemi rregullu. Thash, jemi në situatë shumë shpejt Kupat e Evropës, gjëra që po mundona me bë maksimumin, do marrim shpresojmë edhe një lojtar tjetër këta dy ditë që mund na konfirmohen, po megjithatë edhe kështu që do jemi, them që jemi gati për Kupën e Evropës. Profesor, kjo është miqësoria e fundit përpara se të largoheni në Sloveni për fazën përgatitore? Po, është miqësoria e fundit, kena dhe me datë 22 të bëjmë stërvitje, me datë 22 të njësën edhe më ati kemi ndeshje të tjera miqësore. Profesor, vjen kërkimi për portier të Vllaznia apo jeni i kënaqur me gardianët që keni? Ne jemi, ju kam thënë edhe herë çdo repart kërkojmë mu fuqizu, kështu që nuk përjashtohet asaj mundësi. Shorti përcakton që me datë 10 korrikë Vllaznia të luajë në shtëpi me ekipin e Donetsk. Do të luhet në stadiumin Loro Borici apo në Niko Tovana, fal polemikave të fundit mes bashkisë dhe klubit Vllaznia. Nuk e di me thënë drejtën, shpresoj që gjërat të rregullohen sepse Vllaznia është komplet qytetit, nuk besoj që do të kemi kështu probleme, megjithatë nuk di, nuk jam ndjeni, sot kam kanë tani të kthej, unë shpresoj që gjërat zgjidhen sa më mirë. Jo, nga që është bërë dhe një marrëveshje me klubin e Teutës për jam bindur nga që më mirë ti gjërat sonë.
publikisht zyrtarisht ka dalë nga klubi Ta Vllaznia, më po them bro, tifozëria jam i billur që t'jetin më mirë son. tifozëria shkodrane pret dhe dëshon të luajë në Loro Boriçi. Thash për unë nuk e di si ko qëndon situata, dhe për ta ripërsëris. Mua mirë din ti se unë të situatë, sepse thash kam pas të vitit e mazdite, sot gjithë ditën jam marrë me veshën me ekipin edhe nuk di gjanë që a bosë. Profesor, faleminderit, suksese.